Ju përshëndes. Lajmi I fundit, ambasada amerikane jep alarmin. Sipas gjasave, Irani kërkon që të godas Shqipërinë. Të dhënat janë që mund të godas rivalet e tyre që gjenden në Mancë, por njëkohësisht edhe disa zona të rëndësishme të Shqipërisë. A mund të jetë e vërtet? Po sikur të ndodh një gjë e tillë. Unë besoj që nëse ndodh një gjë e tillë, e shkatërron Shqipërinë brenda një dite dhe do t'ju them se përse. 28.000 km2 janë pothuajse asgjë për Iranin. Irani që është një potencë, le të themi të vërtetën, sepse I bie 1-1000, pra diferenca. Shqipëria ka jo më shumë se 2,5 milionë banor, kurse Irani ka 100 milion banor, dhe ky është problemi 1. Por ka dhe probleme të tjera. Për shembull, duhet të dini që në vitet e fundit Irani është fuqizuar. Është fuqizuar jo vetëm në numrin e popullsisë, por njëkohësisht edhe në ushtar, pra në ushtri njëkohësisht edhe në armatime. Pra, këto janë zbuluar kohët e fundit sepse nuk kuptoi më përpara në fakt raketat e fundit që janë raketat që ose dronet që u ndan në muajin e fundit, kuptuan, pra pjesa tjetër e botës, që Irani është me të vërtet një vend I fortë dhe të cilën e kemi nënvlerësuar, thanë amerikanët. Tani, unë doja që të përqendrohesha më shumë tek Shqipëria, sepse na prek të gjithëve, ata që gjenden brenda pra territorit shqiptar dhe edhe të tjerë që gjenden jashtë, sepse nëse ndodh një konflikt I tillë, ju garantoj që nuk mbetet asgjë. Ku do fshihemi? Nëpër bunkere, apo do fshihemi, apo do bëjmë përplasje me ta me armatimet që kemi? Çfarë armatimesh ka Shqipëria? Çfarë force ushtarake ka Shqipëria? Dikush nga ju do thotë ne kemi aleatët, dakord. Sepse mund të shkatërrojë jo vetëm vendin, por edhe gjithë të destabilizojë gjithë zonën. Por do t'ju pyes diçka. Gjithë këto probleme që kanë ndodhur në Arabinë Saudite nga Irani, njëkohësisht edhe në Izrael, njëkohësisht edhe në Turqi, por edhe në vende të tjera. Atëherë çfarë bën aleatët? Për shembull, çfarë bëri Rusia ose çfarë bëri Kina? Disa thonë që Kina gjendet pas Iranit dhe e furnizon me armë ose me arsenal. Por edhe sikur të jetë kështu, problemi qëndron që nëse se Irani do godas Shqipërinë, mjaftojnë 2 raketa. Sinqerisht po e them, 2 raketa dhe shpërbëhet çdo gjë që gjendet në Shqipëri. Ju jeni dakord apo jo? Shiko, le ta diskutojmë këtë sepse ndoshta sepse kemi thënë që Irani ka qenë gjithmonë pro me Shqipërinë dhe u prishën këto relata vitet e fundit. Pra që nga viti 2011 kur në Shqipëri u vendosën rivalet e Iranit, ose më përpara ndoshta. Megjithatë, pse I vendosën në Shqipëri dhe kush I vendosi? Pse duhet të vinin rivalet e Iranit në Shqipëri? Për çfarë arsye? Dhe në qoftë se I solli kush, për çfarë arsye I sollën? Mos ndoshta sepse ishte organizuar çdo gjë për një të ardhme, çfarë të ardhmeje? Dhe kush e organizoi për më tepër? Kush ka benefite nga spostimi I rivalve të shtetit iranian në Shqipëri? Për më tepër, në qoftë se këta gjenden tani në Shqipëri dhe thuhet që janë vendosur aty për të qëndruar për një kohë, pse nuk shkëputen? Dhe tjetra, çfarë zbuloi SPAK në këtë vend ku gjenden këta rivalet e shtetit iranian? Sepse sipas të dhënave, SPAK zbuloi, ose më mirë hetimet shqiptare zbuluan disa sekrete që duhen diskutuar këtu, sepse ne nuk kemi asnjë punë me asnjë shtet. Shteti shqiptar është I vogël, ka vuajtur për ndër vite, ka patur probleme ndër vite, ka qenë gjithmonë I shtypur. Pse duhet të jetë një ur ose një lojë dikujt tjetër? Për çfarë arsye? Pse nuk I morën këta njerëz diku tjetër, pra në një vend tjetër, t'i çonin diku ku ka ekstremist islamik, për shembull në Indi apo ku ta diun, në një vend tjetër? Pse duhet I vendosin në Shqipëri? Pra kjo më bën të mendoj që diçka luhet ose është përgatitur prej kohësh që të arrihet sot në këtë moment që ne gjendemi këtu, dhe nga këtu do fillojnë problemet e tjera. Pra, ndoshta është ky qëllimi që me kalimin e kohës një pjesë e madhe e popullatës në Shqipëri të shkëputet, pra të shpërngulet nga Shqipëria për të vendosur dikush tjetër, nuk e di. Sidoqoftë,
më vjen keq ndonjëherë sepse po e përsëris edhe një herë, Shqipëria nuk ka qenë gjithmonë aleat me të gjithë. Dhe në këtë rast, duke qenë Irani unë e di që nga kohrat e lashta që Irani ka qenë gjithmonë pro Shqipëri sepse e ka quajtur si një vend jo rival, por një aleat. Dhe pse u prishën relatat kohët e fundit? Nga kush u prishën relatat? Pra, këto janë ato diskutime që duhen bërë, sepse unë mendoj që nëse ndodhin probleme të tilla, pra konflikte me Shqipërinë, nuk do të ketë vetëm Shqipëria probleme, por edhe vendet fqinj. Dhe nëse do të kenë vendet fqinj, atëherë mendoj që kjo është bërë e qëllimshme për të ngritur revoltat. Dhe doja të nënvizoj edhe diçka tjetër. Para disa viteve u tha që Irani hakeroi disa portale shqiptare. Më vonë, pastaj kjo deklarat nuk u mohua, pra nuk u pranua. Dhe unë doja të pyesja juve, në të vërtet e bëri Irani apo jo? Apo ndoshta dikush tjetër që t'i hidhte fajin Iranit? Shikoni, siç e kam thënë për herë, politika në mbar botën nuk vendoset nga politikanë të vendit, por nga disa tipa që janë jashtë atij territori dhe që vendosin, janë lobe të fuqishme që vendosin fatin e çdo shteti, për mendimin tim. Dhe në këtë rast edhe në Shqipëri, sepse Shqipëria ka qenë, është edhe me sa duket po mbetet një urë ose një vend ku shumë nga këta si mund të quhen ideator të luftrave ose të konflikteve bëjnë prova. Ju çfarë mendimi keni? Dëshiroj një mendimin tuaj. Ky e mbajti makinën këtu për afër meje dhe më vjen keq ndonjëherë që sinqerisht po e them, por afër meje mbajti makinën. Megjithatë, doja t'ju pyesja juve, nëse përplaset Irani me Shqipërinë, çfarë mendimi keni ju? Ku do fshihen shqiptarët? Në bunkeret e Partisë Komuniste? Apo në tunelet që janë përvetësuar ose janë groposur? Dhe me se do luftojnë shqiptarët? Pra, si mendoni ju? Kush do futet në mes dhe nëse do të futet, çfarë do të bëj? Shikoni, si që thash më përpara, s'kujt nuk i ka interesuar për të tjerët. Gjithse kujt i intereson për xhepin e tij dhe për vendin e tij. Kryesisht për xhepin personal. Dhe nëse këto konflikte organizohen nga lobe për të mbushur xhepat ose për le të themi për lëvizje gjeografike dhe gjeopolitike, unë them që është nëse kanë vendosur do bëhet, dhe nëse do bëhet, Shqipëria do të rifillojë nga zero. Megjithatë, shpresojmë që jo. Sidoqoftë, kush është rastësisht dhe nëse nuk e ka bërë ende bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish. Dhe faleminderit që jemi përbashkë, do të dëshiroj një komentin tuaj. Pres komentet tuaj. Ju përqafoj. Ditë mbar.